Se ky pas ka qenë kasap, sa të mbrova. Unë veç se kam qëllu në bën gabum, kur gabum. S'kam lidhë dhe me këtë brasë e heqë. Halila jo e një votë, njësim nga shërbimi transportit shërbimin korektus. Jemi këtu për të vendosur si për ankesën e propisë milione në Prizren dhe ankesën e mbrojtësit të akuzurit Sead Halilaj, avokatit Fanur Krasniqi. Të shtruar për ndërak gjykimit të gjykatës së Vendore në Prizren, PKR numër 69, fraksion 24 i datës 24 shkurt 2026. Konstatoj prezencë, fillimisht për prezentoj kolegjin e gjykatës apelit, këtë kolegj do ta kryesojnë kryetari i kolegjit gjyqtari Albert Hoti, së bashku me mua anëtari i kolegjit është gjyqtarja Valbona Mosdio Selime dhe gjyqtarja raportuese Kadrije Goga Lubishtane. A keni vërejtje për vërejtje e kolegjit? Nuk ka vërejtje nga falet. Falë si dëmtuar, ne nuk paraqesim kërkesë pasurore juridike, ndërsa për gjitha çështjet tjera vija lënë në ndërsim gjykatës. Mirë, faleminderit që sjellni çfarë. Në këto momente mbrojtësin e të akuzuarit Sead Halilaj pa në Krasniqi. Cili do të presni? Hajde. Që dhe cekë, unë kemi vënë kështë të bashkë me kolegën Fanur, lidhë kundra gjykimit të gjykatës së Vendore të Prizrenit, PKR numër 69/24, mbi qëta baza arkimore, dhe kemi kërkuar që gjykimi të prishet dhe krendat tjetër në gjykim. Për shkak se kemi konsideruar ne sepse gjykimi është i përbërë me shkelje esenciale dispozita procedurës penale komplet, vërtet nga gjendjes faktike dhe shkelje ligjit penal edhe të vendimit mbretërimi. Kur e kom fjalën të vendimit mbretërimi, duhet më lidh me propozimin e prokurorit për rritjen e vendimit, sepse në shkencët e rëndës kemi pa dhe na kemi ekziston diku edhe të ju besoj një propozim i prokurorisë për lidhje me anëveshjes me 9 vite. Në këtë çështje penale. E cila është refuzuar vana të mbretërit tonë ata që ka procedurë tjetër, dhe se tash lyp rritjen e vendimit. Për shkak të ndonjë kjo sigurisht kur e kam pasur gjykata të Vendore të Prizrenit nga shpapa këto ka thonë s'fam me nëmë për të në me merë kështu me arritë të pak, drejt ligjore komplet, por në thonë e tregon seriozitetin e punës se që është bën këtë rast. Se këtë shkelje esenciale dhe dispozitat të procedurës penale, nëse veç ndonjë dhe shikoni dispozitivin e gjykimit, i keni 2 periudha kur është shkrymi penale. Ç'është ajo gjykimi? Fillon kështu. Se me datë 4/6/2013, në periudhën kohore, prej orës 03:23 dhe 6:47 minuta. Dhe njërë ka filluar ora 3:23 dhe njërë ka filluar 6:47 minuta. Tash nëse kopni dhe shikoni mesazhet dhe shkëllimin të dëshmit dhe dëshmitore, për shembull si të dashurit të ndjerës, e shihni se ajo ka biseduar me njërin në raport. Ta thonë që në 3:30 jemi tu kështu fillim së bashku, në dhomën e ditës e tjera që vjen më thonë nuk qëndron ky formulim i këtij dispozitivit sepse dy kohë me u kry një vepër penale në 2 kohë. Sipas të fjalës që do të thonë 4/6 ka ndodhur jo një për 2 raste. Njën 3:23 dhe njën 6:47 minuta. Kështu që do të thonë shumë dispozitiv të dispozitiv. Tani vazhdojmë. Se me datë 4/6/2013 në Prizren, në rrugën Qazim Berisha, me dashur privon nga jeta në mënyrë mizore dhe tinxare. Tash. Në rrugën Qazim Berisha, nuk thot në shtëpinë e Fatmir Reshani. Diku më vonë thot në shtëpinë e Fatmir Reshani. Fakti është që një ka ndodhur një rast në rrugën Qazim Berisha, një ka ndodhur në shtëpinë e Fatmir Reshani. Apo flasim për njëjtën çështje. Po dispozitivi nuk është i formuluar ashtu siç duhet që me paraqit kohën, mënyrën dhe vendin që një vepër penale, si elementet esenciale të një vepre penale. Atë i bën që gjykata thotë, vrasja ka ndodhur 3:23, 6:47, edhe nuk e bën qartë prapë se a në rrugën Qazim Berisha apo në shtëpinë e Fatmir Reshani.
ku kjo ka mund me u zgjidh me një të fjalë në shtëpi në fakt në shonjë e cila gjendet në rrugën Qazim Berisha, po këtë nuk e ka bërë. I kemi paraqit këtu arsye, me thënë, veca me pakë sa serioze ka qenë në çështja e konsiderimit apo e këtë gjykimit, kur e mendoj se verbale dhe më shqiptu se çka kanë ndodhur në atë gjykim, e shihni se e kanë marrë njëri, e kanë kupë Angelis, i shqiptar Shqipërisë, e kanë ulë bakën e të akuzuar kush të marrë me të kanë dëgjuar shqiptarët, kanë dëgjuar ato, kanë dëgjuar kanë mbikëtisë gjykimin, ja kanë dhënë dënimin, kanë dhënë pesë shkota vuje dënimi në burg. Asnjë fjalë kur pa e fol, kush e ka mësuar këto mos më fol për këtë çështje, për rrasë tonë në dështje, bravo i kohë. Shkelja tjetër esenciale e dispozitat procedurës penale, në rreshtin e 7 dispozitivit, gjejmë këtë konstatim. Dhe diku në orët e mëngjesit, pasi nuk është pajtuar e ngrit kullaj të kthehet në shtëpi, pasi familja nuk është pajtuar me punën e saj si valltare dhe këngëtare, në lokalet e natës, pa pritmas i akuzuar se atë lidhje me thik së bashku me senat kullën fillim ta godasin. Kush e tha këto? Qysh e vërtetuar këtë gjë? Cili person këtë dëshmitar që tha që to, a folin ndjera, pa kamera, pa incizim, a kush e ka thonë që fjali që pa pritmas dikun tash po tek para dikun ka mëngjesi, tash këtë diman të janë gjatë, po dikun ka mëngjesi, ka dënu me kështu me gotik. Po që kam bërë? Konstatim tjetër, dispozitiv. Ka gjykim. Reshti që është nëndë. Pa pritmas i akuzuar i sa të haliljen me thik, së bashku, me senat kullaj fillojnë ta godasin. Vazhdo, në 3 shtatë e fundit të dispozitivit atë gjykimit thuhet. Ka shkaktuar prerje shumë të shkuese në qafën e pjesë të ndryshme të trupit të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë të mpret. Nuk nga një. Pse do të nga një? Kjo është dispozitiv ta gjykimit nga një. Sepse dy thika të aty në gjithë kushin, është vërtetuar se njëra nuk është përdorur fare, vetëm njëra ka pas gjallë. Shumë letë kanë pas me vërtetu në bazë të thikave, sa janë një vjetë papilare të ti dikujt. Dikon të thika, sa të janë marrë, janë këmë disku që shafër, janë examinu. Qam qakëzi i cili u gjetën në Lavaman, ka përmban ADN vetëm të njëri të akuzuar. Gjitha prova tjera vetëm të njëri. Logjika ta shtrimi te vërtetimi nga bu dhe jo plotë që faktike, po vetëm ta përfundet me këto me shkeljet esenciale, ku thuhet se gjykata administroi provat. A gjykimi i gjykatës themelore në Prizren për në rreth 50-18, a gjykimi i gjykatës së apelit 344/2020, a gjykimi i gjykatës supreme 10/21. Ju lutem. Ka administruar gjykimet e pashtakuzuarit, ku shpa fajtor një procedurë të vahashme. Avokati në ka propozuar masi për administrojnë si prova, thënë pra dhe dëgjojnë. Si dëshmitar, ajo nuk lejohet, ne dimë të nuk lejohet nuk administru, e që po thomune, për ka thonë gjykata supreme, me vendimin PML, nëse ka mundësi që në nusë me arvëzusit të me gjykimin PML në 5/32/2025, gjykata supreme e Kosovës, kur anullon gjykimet e gjykatës themelore dhe të apelit, gjykatës themelore PKR 397/22 dhe gjykatës apelit POAKR 213/24, thotë, ndër të tjera. Ja vizërisht këtë paragrafin e këtu. S'ka një me shumë. Gjykata shkallës së formë në gjykim do të administrojë sërish provat, duke vepruar në përputhje me 119 paragrafin 5 dhe atë vendimin e të miturve të mos administrojë si provë. Po atë në shkallë për të eliminoj kundërthejtet e garantat të dëmtuar dhe edhe vërtetje. Në së është me administru të tash të administrojnë kundërshtimin si provë kundër ti, ku dhe thot në gjykim, me këto prova vërtetu se bashkërie kanë ty, dhe po e refuzon me marrë me dëgjuesit e shkrimtar. Po e refuzon me këto drejtë, se s'ki drejtë, s'ki drejtë me thirrë, se thotë i garantat bashkëpandej që nuk përdojë. Mi po s'mund të përdojë asa gjykimi. Që po e thonë unë, po dhe gjykata supreme që përdojë nëse se keni, nëse mund me gjeta dhe qëtën. Pra është gjykimi i bazuar në paranushme. Sepse nuk e lejon ligji që një provë tillë të administrohet, jo sidomos jo ndaj kundër të akuzuar. Gjykimi gjithashtu nuk përban edhe elementet qëndësore që përmendëm, kohën, mënyrën
dhe vendin e kryes veprës penale. Me çfarë është vërtetuar dispozitimi të gjykimit se në dhomën e fjetës ka qenë i akuzuar i Sadarili. Me të ndjerë, ka qenë raport mes vllahut dhe motrës. E që lidhet drejt për drejt me shkeljen e ligjit penal, ku thuhet se ka pas motiv. Si kur motivi i këtina, motra e dikujt ta kthehet në shtëpi, nuk kthehet në shtëpi me mënyrë mizore apo dinake. Apo cila pas ka qenë dinateria apo mizoria e tij. Cilat veprimet e tij janë dinake dhe mizore. E kur vinte konstatimi i gabumit që në faktike, nderuar kolegj, konstatuohet që ajo që është më herët, se ky, për shkak të disa arsyeve, s'ka pas ky, ka pas i përkushtet ky si pas prokurorisë, pas ka punu si kasap që lidhë me presionin e tij. Sigur me thonë, unë jem astronom, në lidhë me presionin ta. Po të kush në i provë që unë astronom. Për keni një prova që jam avokat, se në sot gjyqit me më të avokat. Edhe për këto, nëse ky pas ka qenë kasap, sa të në prova. Kush i tha? Se të lidhë me profesionin e tij që ka mbytur në lidhje. Tash, po lidhemi te kjo, nëse këta pas kanë mbytur pas lidhje, pse ka pas nevojë lidhja me pas gjithë privat. Kur dy të rritur me dy thika, edhe në mashkull, mund me të shumë shpejt. Po e lidhja ka pas plakën ndurë, do ka thikën për mbrojë. Këto elemente, mbrapa, para, ka pas goditje të vogla, këtë që i plotësojnë elementet e veprës penale që ajo kryet për një person. Sepse që ashtu të paraqitur dhe dispozitiv, po edhe në raportin e mjekësisë ligjore. Jo, veç me një semë. Që ka thotë kur janë examinu gjitha prova. Gjykata thotë, në faqe 28, mas examinimi gjitha prova, në gjykim, në faqe 28, kur thutë qam nga dëshmija 28.8, qam qak këzi dëshmija 24, qam qak këzja dënëja përfituar është, përmend këtë që ka thotë, me këtë nuk është vërtetuar asë një fakt që ndërlidhet me të akuzuarin Sadarili. Në të përmune që ka të faqe 28 anë gjykimi, këtë faqe. Tash, cili ka mund të konfojë këtina pse ka me tokë se ka nejtë aty. A është e fakt me dënu të konvojë penale të vasës në? A është fajk me shkupin anglimi ikën që këty veprën, a është vërtetu që këty veprën penale të vrasjes rrot, apo vërtetuat me që to sartika e më përdor, kërë në gjithë gjumë dalë dhe nësë, a ka pas ndonjë element që lidhët në dhomë, ku ky ka qenë në dhomën e ditës dhe jo në dhomën e fjetjes, ku është ekzekutu e ndjera, që ka lypi dhomën e fjetjes ndjerës në lojë me mahën e vetë, që shka mund kime hi atë. Kitë që to, gjykata nuk vërtetohet asë në pikë të me prova, mi po e afon besimin në të shqiptare, e kumë pa dhomën e vetë, kur ka orë me kështë të shtrajnë të qike. Shka lidhë për tot, ka të kanë bërë krimi për me mbullu krimi, e ka bërë vrasin për me mbullu krimi, ta që të një kërëm, si vërë të shqiptare që afon gjykata të themelore prezident, besimin na nuk i li. Mirë po, nëse ky ka një faj, se ka qenë prezent me personin dhe abu, me një arhu, dhe një në zotërime tjera që i. Mirë po, jo me shkoha fajtor, dikon pas një element kryes veprës penale të vrasjes, me shkoha fajtor për veprën penale të vrasjes tonë. Thash, atë gjykimi tërësisht bazohet që do provat, pa pranueshme, sa të ka shpallur Kota Supreme, me atë vendimin e saj, gjendja faktike është tërësisht gabimisht e vërtetuar, nuk dihet mënyra, koha dhe vendi të veprës penale, dhe nëria që këto elementeve me të akuzuar dhe motivit, si është motivi ky motra e dikujt arena se çka ka për vrasje pa, gjallëdorës jo, dërnitës jo. Pse motiv ky me pas ose nashta pas ka paguar, normal. Pa e dina që a u vërtetuar një çka, a ka fondi kush, a u provuar një provë. Ose pas ka postur ose ma qikën, ose diçka, po me qka u provu. A gjykimi do të më shtetë faktë në prova, jo në thashe formë ose në ndime tira. Trupi gjykus apo të kujtër. Që një fakt, në konë thëtë, është kasa. Me cëllën provë. E o të të. Ja, o të shkët. Nuk kom një shka tjetër, po propozimi e më shkëtë, unë e di që s'murë me udinu, po këti mu
mu trajtu qëto shkelin, më thonë, mu vërtetu qëto fakte, pa dëneja ku është, a ka ndonjë profil që iniciere nga kjo thika, a është përdor thika e dytë, a ka është profili këna vijave pa pilare thika e dytë, apo vetëm i të pari, pa rëgullu qëto qështje, pa ndërgjullë njëra eksperta, pa konstatu sa, në mënyra kryes sa preles ka në kemi të rasti i shumim kryziv, ku ekspertja se në gjallinu jep mendim të nuk më përdojë thika, po të pas mendimi të është një. Në basë prejeve. Më thë ekspertin më konstatu qera. Basë të një prejeve që i ka e ndjera në trup. A është a përdojë. Vetëm kjo thikë, nëse nuk gjithë gjaka, a nuk përdojë dyja. Gjitha që të me thonë pa u eliminu, vetëm nuk kemi me pas a gjykin drejt, asë favor, asë disfavor të abuzuar. Faleminderit, si me pësirin dhe që vërën pranë propozimi që në sarit. Mirë, fanë. Në të është partë avokati juaj, a për krahë, Unë edhe për krahë plotësisht avokatja. çfarë ke për të deklaruar? Unë kam të deklaru që në seancën në gjykatë themelore të Prizrenit më ka rekomandu avokati mos më folë kur gjë, se s'kanë prova për ty, ka thonë. Kështu që mos u merr me prokurorin e shafet prokurorin. Se në polici, se në prokurorin, se në seanca, a para më kjo mundu këtë qanë. Unë veç që kam qëllu në vend gabun, kur gabun. S'kam lidhë me këtë brasje në heqë. Se qa kanë bënta në rreti, qa kanë në shumë. Unë ju për një mundësi prej është që me më lanë. Më këthy në rëgjiken për me shpjegu dhe herë që s'kam folë ma herë. Edhe që me parë, për në ata qa kam një unë, edhe qa kam a shumë rrë, qa kam përjetë unë. Këtë kësha da është për e juve. Shumë për në. Mirë, faleminderit shumë. Atër këtë është shkollë të mbyllur. Këtë dhe këtë? Këtë gjykatës atë që do të njëftonë për në gjykatës themelore të Prizrenit.